Jo, është zonja Tabaku mbas fjalës ministrit. Zoti Balla, për procedurë, për propozim. Zoti kryetari Kuvendit, të dëgjojmë propozimin. po shoh që protestohet se kërkohet fjala e zonjës Tabaku edhe pse zonja Tabaku nuk është në sallë. Protest më qesharake se kjo. Kërkohet që të marri fjalën dikush që nuk është në sallë, nuk e kisha parë ndonjëherë. E dyta, sipas nenit 49 të rregullores së Kuvendit. Më vjen shumë keq për këtë situatë të krijuar në mënyrë artificiale. Kërkohet për të marrë fjalën 3 minuta, ndërkohë që këtu opozita e ka mundësinë ta marrë fjalën 300 minuta. Nuk duan të flasin 300 minuta, por duan të flasin vetëm 3 minuta. Për një deputete që nuk është në sallë, të drejtën për ta kërkuar fjalën e ka deputetja. Ne jemi informuar që mbrëm për këtë strategji. Ne duam të diskutojmë për ligjin për amnistin. Ne duam të ketë një diskutim të gjerë për kodin rrugor. Duam që ta përdorim këtë seancë si një komunikim me publikun për rëndësinë që ka ndryshimet në kodin rrugor, qofshin ndryshimet e propozuara nga qeveria apo ndryshimet propozuara nga kolegë deputet Partisë Socialiste, të cilat shpëtojnë jetë, të jesh sot këtu për të bllokuar Kuvendin, për të bllokuar ndryshimet në kodin rrugor, ku përpjekja e deputetëve është të shpëtojnë jetë nga aksidente rrugore. Kjo është një turp i madh që bie me ju. Ne jemi sot këtu për të votuar 2 ligje që janë pjesë e agjendës tonë europiane. Ne jemi sot këtu për të dëgjuar ministrin e jashtëm, për të informuar shqiptarët mbi konferencën e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në pamundësinë, pas një tentative si asnjëherë më parë, për plot gati 5 orë, ne jemi në kushtet, zoti kryetar, që propozoj ndërprerjen e diskutimeve, interpelancat të quhen të ekzekutuara dhe kalimin në njëherë në votim. Kërkoj zoti kryetar që pas dëgjimit një pro dhe një kundër, propozimi im të hidhet në votim.